prezenton një sot fryma lidhës demokratike këtë ishtë në istokën të ndashën. E nërore këtarët Isa Mustafa, ato ato e sisë. Në ndërora familja e kujtore tonë të dashur sa të tharatë. Në ndërora familja e kujtore të parë të lidhës demokratike të Sovët Shabanone. Në ndërora e familja e qatë i njërë bashkëtore tonë nuk të të bëjë shpalosje të programit apo strategjisje, ne kemi përgatitur për mandatin e aqën 4 vjeçare. Për shkak se kemi bërë prezentimin cep i stokut, do të vazhdojmë deri në ditën e fundit. Ideja ka qenë që bashkë me ju këtë strategji dhe këtë program të plotësojmë dhe të mandatin e aqën të gjitha kooperative që i kemi dhënë do të japim tash rrugë, do të realizohet, nuk garantoj që do të realizohet ndryshim. Mund personalisht dhe kolegët e mi më mani me mësue që Lidha Demokratike do të vazhdoj të qeverisë mirë në Sovjet. Si që të sa e rave e në më përqin se asë e atë përë. Përshata e shkip shishtë që e bëtë kryetari i Lidhës Isa Mustafa dhe krejt territorëve e Kosovës na bindë dhe neve që Isa Mustafa do të jetë kryetari e Ministri i Aqën të Kosovës. Do të kemi të sinditorë që të parë që të kohën. E admiraj për në angazhimin e të parëshëm në qëtë cep të Kosovës. Kjo vlerë të respektohet, po shihet fare mirë, se jo vetëm të njësa, por në krejt Kosovë është në gjalla e fryma e fuqishme në kodjove të në rëmjere. Ka të Kosovë në rrugë marë me të fjallë në rrugë sotët, si të ndryshë. Prandaj, unë e ka besimin e ju, në këvimin e hapjes fushatës, unë e ka morë krahë në një fjallë, unë dhe gjithë kandidatë në Asamblea Komunale që fitore e do tjetë pinse. Unë te pres për juve, e pres besimin e juj, besimin të këtejnë me punë në angazhime, në gjitha format e jetës, në atë pojë garantoj në qeverisë të mirë, të ndërgjeqshme, të përgjeqshme. Besoj, jo një bindur që një Sovjet do të shndrojë me një model të një qeverisë së mirë, me transparencë, normalisht gjithmonë në bashkëpunim me ju dhe ju do të jeni pjesë dhe ndihmoni në gjitha proceset e ardhshme. Ka vini që i miron votën edhe për Isa Mustafa. Pra në në të gjashtë nuk të këmine projektën detale. Në gjitha ato orientime tona që kemi prezentu para juve, do t'i prezentojnë jërë ato që jërë të fleqme, punën para praktikë, që në mëllatë që ka prosita demokratike, ju i shqiti dhe të nevoj shumë të verë në të tohë, do të vazhdojnë ato edhe ma mirë si të në kashë. Edhe njerë falim njëre e urime, ka përshërë të vazhdojnë të vazhdojnë.
Zogu po jeni shumë jashtë dhe shumë mërë, asë për një se në vendosë. Përvejnë qërë të pritje, i dërojë kryetar, Hakeru Goma, po thëmë kryetar sepse kjo që i po shkëmëtu dhe të kë vazhdojnë Hakeru Gomën, është dhirje Turoj shumë suksese, poroj që me trenën dorë të kremtojnë bashkarisht fitore Kristot, poroj filu në gjithë ke spasë këtu, të nderuara familje participantit, të nderuara familje veprimtare të DK-s, familje të shporëve, doshtarëve të qendrës, veteranë invalid luftës, veprimtar shumë vjeçar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sot jemi këtu për të përmbyllur formalisht fushatën, një fushatë shumë gjallë, shumë aktive, shumë dinjitoze që është zhvilluar edhe në Stok edhe gjitha komunat e tjera. Kryetarën e komunës edhe në kryetarën e DK-s, zotin Hakeru Goma, për i thërë për të rasë dhe pak si kryetarë të vetëm i kampionës të Brazile. Por nga fata në ndorë të kështë një kryetarë në shumë kryetarë të një komunat të Brazile. Në me deklarën zonë të qësënor, për në me pindu, që qëndresa juaj këtu një Stok, vota juaj një Stok, vullneti juaj, i gjithve, i antarëve të DK-s, i simpatizantë, i qytetarëve të Stokut, i ka dhënë forcë gjithë kësaj pjesë të Baqinit, që dhe komunat e tjera si vjetë të fitojnë, zhedhe, të vedojnë Pojë, të vedojnë Vëzan, të vedojnë Prezren, të vedojnë Soare, të vedojnë në shumë komuna dhe bashkarisht të fillojnë një fazë të re, një etapë të re të qeverisjes, jo vetëm këtu, por në shumicën e komunave të Republikës Kosovës dhe në matë të fillojnë qeverisjen e vendit në Lidhje Demokratike në ty. Vetëm nga dëshira se vjetë të shirojnë që të qeverisë me vetë. Po e thonë, nga jo se kom pa për kushtimi e qytetarëve dhe të artarsisë të DK-s, nga Kamenica, në Podirë, nga Podirëva në Mitrovic, nga Mitrovica në Vushtrë dhe Ljudik, në Leçan, në Prizren, në Dragash, në Kaçanik. Kemi një përkushtim të madh të Lidhjes Demokratike, qytetarëve, që ata të rikthehen me shumicë programit politik të Ibrahim Gomës, të vazhdimit politik të Ibrahim Gomës. Dhe ne krenohen, në presidentin krenohen në veprën e tij, krenohen me ju pas qytetarët të Ibrahim Gomës. Vojtë sigurojnë se gjithë atë që kryetari ka veshur i komunës dhe kryetari jashtë i komunës, Zoti Hakeru Goma e ka prezentuar para jush si program të zhvillimit historik. E gjithë ajo do të realizohet. Do të realizohet sepse ne do të bëjmë punë përbashkët. Punë e cila do t'i sigurojë mirëqenie qytetarëve tanë, punë e cila do t'i sigurojë zhvillim komunës së Stokut, punësim të rive të Stokut dhe prosperitet të përbashkët në të gjitha komunat. Ne do të qeverisim për qytetarët.
kjo qeverisje këtu, dhe kjo përkrari që përën të të Evropës, nuk është përmarë. Ashtë përkrari nga ka qasë nga përën që nga zhvënua këtu, nga aktivitetet që zhvënua, në përcilin të të përhashët, dhe në përcilin të të tonë. Unë kom apë sot edhe njëherë, që të kërkoj besimin tuaj, jo vetëm edhe për një mandat, por për shumë mandate për lidhje demokratike, besimin tuaj për këshilltar e kuvendit komunal propozuar nga lidhja demokratike, sepse kemi njerëz që janë njerëz besueshëm, njerëz që do të punojnë për punë, dhe njerëz demokratik, jo vetëm votë për kërktarë, për pakete dhe votë për shumicën e këshilltarëve të kuvendit komunal Kështu. Vota juaj është votë shumë e rëndësishme. Vota juaj tregon fuqinë tonë, sepse fuqia jote gjithmonë është vërtetuar këtu në Stop, sikur se edhe në Prishtinë, në Podujevë, në Prizren, dhe vendet e tjera. Unë ju uroj shumë suksese, uroj që bashkërisht për fitoren, e kretarit tonë, zotë Javier Goma, dhe fitoren një demokratikë.